Vetëm Allahun subhanahu wa ta'ala falenderojmë dhe vetëm prej Tij falje, ndihmë, udhëzim kërkojmë. Salavatet, selamet qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij, mbi familjen e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet deri në atë ditë ku thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Yawman la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim." Atë ditë nuk të bën dobi asgjë nga kjo botë, pozit, pasuri, fëmijë, vetëm ai që shkon tek Allahu me një zemër të pastër. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Was-samaa'a banaynaha bi'aydin wa inna lamusi'un wal-ardha farashnaha fa ni'mal mahidun." ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلهم يتذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Qejt, thot Allahu subhanahu wa ta'ala, was-sama, dhe qelin thot, ne thot e bëm, thot të gjërë. Was-sama banayna bi aydin, e krijuam me fuqinë tonë, wa inna lamusi'un, dhe e zgjeruam atë. Wal ardha farashnaha, dhe tokën thot ne e shtrim, e bëm të rafsht. Fa ni'mal mahidun, sa shtrues të mirë jemi ne. Wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn, dhe çdo gjë krijuam nga një çift. La'allahum yatadhakkarun, që të përkujtoni. Pra sot, nesër, vazhdimisht të jetojmë dhe të përkujtojmë Zotin që krijoi universin, Zotin që e zgjeroi qiellin, Zotin që rrafshoi tokën dhe kështu me radhë. Fafirru ila Allah. Atëheran nxitoni dhe ikni për tek Allahu subhanahu wa taala. Inni lakum minhu nadhirun mubin, sepse Allahu subhanahu wa taala flet pra në gjuhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i drejtohet umetit të vet dhe i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sepse unë jam një paralajmërues i qartë për juve. Të nderuar vëllezër, në çdo ajet që e lexojmë në Kur'an ka mrekulli, ka margaritar, mirë po të pakt janë ato që ndalen dhe i nxjerrin këto margaritar nga këto ajete. Siç e dim, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përveç që është paralajmërues dhe qortues, është edhe përgëzues. Mirë po në këtë ajet nuk tha unë jam përgëzues, por tha unë jam paralajmërues apo qortues. Që do të thot, Allahu subhanahu wa ta'ala na ban neve me dije se pasi unë ju plotësova juve kushtet, e krijova qiellin pra, e rrafshova tokën dhe çdo gjë çka është e nevojshme që njeriu të jetojë në këtë botë, nëse thot ju thot, nuk nxitoni dhe nuk ktheheni tek Allahu, unë jam thot kam ardhur që t'ju paralajmëroj për një gjë që nuk lejohet. Dhe për një gjë që e keni obligim pra që të ktheheni tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu subhanahu wa ta'ala kur flet për krijimin e qiellit, tokës dhe kështu me radhë, çka thot? Inna fi khalqis samawati wal ard, në krijimin e qiellit dhe tokës. Wa ikhtilafi al-layli wan-nahar, ndrimin e natës dhe ditës. La ayatin li ulil albab, ka ajete, ka shenja për zotët e mendjes, për ata që meditojnë, për ata që logjikojnë dhe kështu me radhë. Li ulil albab, alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman, ata të cilët e përmendin Allahun në këmbë, wa qu'uda, të ulur, wa ala junubihim, të shtrir anash, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dhe meditojnë në krijimin e qiejve dhe të tokës. Rabbana ma khalaqta hadha batila, o Zoti ynë, këtë gjak, këtë planet, këtë univers, këto qiell, tokë, kështu nuk i krijove kot. Ma khalaqta hadha batila, subhanak, i lartë madhëruar jeti, faqina adhaben nar, na ruaj nga zjarmi i xhehenemit. Pra këtu nuk erdhi na mundësot xhenetin, po tha na ruaj nga zjarmi i xhehenemit.
Sepse njeriu kur mediton në këtë univers, njeriu kur mediton në këtë planet, në qiell, në tokë, dhe kështu me radhë, në kur dridhet toka, zelzelet, termetet dhe kështu me radhë, tek njeriu mbjellet një frikë. Dhe ai njeri pra ka nevojë për me ik nga ajo frikë dhe me atë frikë mi zavencu pra me qetësi dhe me siguri. Pra Rabbana ma khalaqta hadha batila faqina adhaban nar, na ruaj nga zjarri, sepse njeriu ne ka kaplu frika. Atëherë kërkon mbrojtje nga zjarri, pra veç do me ik, veç do me pështu nga zjarri i xhenemit, veç do me pështu. Nuk i kujtohet njerë me kërku xhenetin, sepse frika që mbjellet brenda njeriut kërkon me ik nga diçka. Atëherë për atë Allahu thot, faqina adhaban nar, na ruaj nga zjarri i xhenemit. Mu për këtë vjen Allahu subhanahu wa taala dhe thot, Allahumma, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot në një hadith, Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. O Allah, ti nga ti vjen paqja, nga ti vjen siguria, wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Pra të nderuar vëllezër, Allahu subhanahu wa taala me këto ajete neve na bën me dije se njeriu ka nevoj që të shkojnë dhe të nxitojnë për tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe çdo njeri që e kap frika, Allahu subhanahu wa ta'ala i tregon dhe thot, fafirru ila Allah. Atëherën nxito dhe ik për tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu subhanahu wa ta'ala të nderuar vëllezër me këto ajete do me na tregu neve se une ju plotsova juve të gjitha kushtet. Pra, qiellin e zgjerova për juve, tokën e rrafshova për juve, dhe çdo gjë që është e nevojshme në këtë botë që njeriu të ketë një jetë komode e krijova. Paramendoni që kjo tokë të kishte qenë mal. Gjithë e dim se sa vështirë dhe sa teren i vështirë është që njeriu të jetojë në mal. Allahu tha, wal arda farashnaha, tokën e rrafshuam, fa ni'mal mahidun. Për të njëjtin, për të vetmin qëllim, fafirru ila Allah, që të realizoni amanetin me të cilin u ngarkuat. Dhe ai është pra kthini tek Allahu, fafirru ila Allah. Pra drejtonuni dhe kthehuni tek Allahu, inni lakum minhu nadhirun mubin, unë jam thot me të vërtet paralajmërues i qartë. Njeriu që të kthehet për tek Allahu subhanahu wa ta'ala duhet me kalu përmes dy shtigjeve kryesore. Shtegu i parë të nderuar vëllezër është që ta njoh të vërtetën, ta njoh të mirën dhe ta mohojnë dhe ta kundërshtojnë të keqen. Kjo është shumë me rëndësi në jetën e njeriut. Sepse në momentin kur përmbysen konceptet, njeriu ndihet i huaj dhe se rezultat që ndihet i huaj, atëheran kjo që ndihet i huaj shpesh herë e ban njeriu të largohet dhe mos të veproj në atë që është i bindur. Dhe është rregull që nuk lejohet shkak i prishjes së një aktualiteti të caktuar dhe devijimit të një aktualiteti të caktuar mi llogarit islamin të gabushëm. Jo, islami të nderuar vëllezër na tregon se e mira është e mirë edhe nëse është e huaj në një mes, edhe nëse njerëzit nuk e praktikojnë, edhe nëse njerëzit e kundërshtojnë, e mira tek Allahu subhanahu wa taala metën e mirë deri në ditën e gjykimit. Dhe e keqja, edhe nëse normalizohet, bëhet e zakonshme dhe përhapet në një mes, është e keqja tek Allahu subhanahu wa taala. Për atë nderuar vëllezër, asesi nuk duhet neve që nëse normalizohet e keqja, kjo e keqja me na bën neve shkak që ne mi përmbys konceptet dhe mi llogarit vlerat antivlera dhe antivlerat mi llogarit vlera. Edhe pse jetojmë në këtë kohë. Dhe nuk duhet shumë argumente që ta tregom dhe ta faktorizojmë këtë gjë pra. Ta faktojmë këtë gjë me fakte. Vetë hap telefonin në rrjetet sociale, e sheh se çka është bë vlerë
dhe e shes se çka është bë antivlerë. Nëse një njeri, nëse një motër mbulohet, nëse një djalë fillon të falet dhe kështu me radhë në moshë të re, e shef para gjykimet që i drejtohen këtij personi. Bile ka nga ato familjarë që i ndalojnë me pretekstin se mundet me shku dhe kjo edhe e llogarit ekstremizëm. Pra mbulesa sot tek një mes bukur i madh llogaritet ekstremizëm. Falja namazit, nëse njeriu don të edukojë fëmijën në faljen e namazit, në një mes jo të vogël llogaritet ekstremizëm. Ndal, mos shpejto, mos u ngut, mos bëhesh në ekstremizëm. Ndërsa zhveshja, degenerimi, droga, alkoholi, imoraliteti dhe kështu me radhë nuk fliten shumë dhe nuk llogariten ekstremizëm. Pra të nderuar vëllezër, Allahu subhanahu wa taala na tregon dhe na thot fefirru ila Allah, drejtonuni dhe nxitoni për tek Allahu subhanahu wa taala, shtyll, bazament kryesor që njeriu të ecë dhe të nxitoj për tek Allahu subhanahu wa taala është që të mirën çdo herë ta llogarisë të mirë, edhe nëse në një mes llogaritet e huaj, dhe nëse në një mes njerëzit nuk ka shumë që e praktikojnë atë gjë, dhe të kundërtën, e të keqen ta llogarisë të keqe edhe mos jetë kriter, pra nëse njerëzit dhe nëse normalizohet një vepër e keqe. Pra, fefirru ila Allah, e mira e mirë, e keqja e keqe, dhe kështu do të mbes deri në ditën e Kiametit. Dhe shtyll tjetër që njeriu e ndihmon që të niset për tek Allahu subhanahu wa taala është fir min al-amali ila al-amali. Të ikësh nga shpresat boshe në veprim. Pra të nderuar vëllezër, ai njeri që jeton me shpresa vazhdimisht, ky njeri është viktim e shejtanit. Ky njeri ka ra pre e shejtanit. Ky njeri është në izolim nga shejtani. Pra ka shpresë sot nesër, tash pa filloj, tash pa baj, tash pa kry, dhe me thonë qëllimi i shejtanit të nderuar vëllezër është që mos mi lan njeriu me marr hapa konkrete për mi hedh shpresat dhe qëllimet në veprime. Mirë po e ma njeriu momente pas momente, kohë pas kohe, derisa njeriu e nxen vdekja. Ka shumë raste të nderuar vëllezër që kemi ndëgju, do ta filloj me namaz, do ta filloj me një vepër të mirë, do të filloj dhe e ka xhan vdekja dhe ky ende me atë do të filloj. Pra të nderuar vëllezër, duhet shpresat tona asesi mos mi lan në shpresa, por këto shpresa duhet mi përkthy në vepra. Thot një hadith kutsi Allahu subhanahu wa taala wa izzati wa jalali, pasha madhërin dhe krenarin time. La ajma'u bejnë al-abdi, la ajma'u, pra nuk i bashkoj tek robi emnejni wa khaufejni. Men emmeneni fi dunja e khaftuhu fil ahira, wa men khawafeni fi dunja, wa men khafeni fi dunja ementuhu fil ahira. Kush është i sigurt nga unë në këtë botë, do ta friksoj në botën tjetër. Dhe kush është i friksuar nga unë në këtë botë, do t'i jap siguri në botën tjetër. Pra të nderuar vëllezër, Allahu u betu në madhërinë dhe në krenarin e tij, e që nuk ka betim dhe më të madh se sa kur Allahu betohet në madhërinë dhe në krenarin e tij, thot, nuk do t'i bashkoj tek biri Ademit dy siguri dhe dy frika. Çdo kush prej nesh mund të zgjedh, a do të jetojnë i sigurt në këtë botë edhe pse lart udhëzimeve të Allahut subhanahu wa taala, apo do të jetojnë i friksuar dhe kjo frikë do ta shtyn këtë njeri që të nënshtrohet Allahut subhanahu wa taala, të kryjnë obligimet, të largohet nga ndalesat dhe kështu me radhë, që ta fitojnë sigurinë në botën tjetër. Was-samaa banayna bi aydin wa inna lamusiun. Pra të nderuar vëllezër, Allahu thot, ne thot këtë qiell thot, ne thot e ndërtuam me fuqinë tonë, wa inna lamusiun, dhe e zgjeruam atë. Kjo jep të kuptoj vëllai i nderuar se çfarë do problemi të kesh, çfarë do telashe të kesh, kur Allahu subhanahu wa taala e zgjeroi qiellin për ty,
dije se nëse lidhesh fort për te, do ta zgjeroj edhe gjoksin. Nuk ka mundësi Allahu me ta zgjeru qiellin që ti të jetosh dhe me ta ngushtu gjoksin. Mirë po thjesht, Allahu subhanahu wa taala tregoi dhe tha që të zgjerohet njeriu gjoksi, që ti te i kalojnë të lashet dhe sprovat në këtë botë, fe firru ila Allah. Atëheran nxitoni, ikni për tek Allahu subhanahu wa taala. Kur e komentun të nderuar vëllezër këtë ajet, thanë të ikim për tek Allahu. Ibn Abbas i thot, të ikim nga aj për tek aj. Pra, të ikim nga ndalesat, të ikim nga veprat e këqija, të ikim nga veprat e ndaluara për tek aj, për tek kënaqësia e tij, të ikim nga hidhrimi dhe nga veprat që hidhrojnë Allahun subhanahu wa taala për tek kënaqësia e tij, të ikim nga dënimi për tek shpërblimi, të ikim nga vepra që na e çojnë njeriu në zjarr të xhenemit për në vepra që e çojnë njeriu në zjarr, pra në xhenet. Pra të ikim nga zjarri për në xhenet dhe kështu me radhë. Pra të nderuar vëllezër, nëse njeriu jeton me këto ajete, e kupton dhe ngulitet fort në mbretësinë e tij se ai njeri i cili pra preokupohet me që vazhdimisht të jetë kënaqësia e Allahut, gjëja e parë në jetën e tij, e kupton të nderuar vëllezër se njeriu, nëse e kupton realitetin e jetës, kur e përshkruan Allahu subhanahu wa taala njeriu, është interesant se e përshkruan nga një e padukshme në një të padukshme. Pra njeriu ka kalu nga mos ekzistenca dhe thot hel ata ala al-insani hinu min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura, ka pas etapa kohore, thot Allahu, që njerëzit as nuk janë përmend fare. Unë dhe ti, jo që nuk kemi ekzistu, po fare thot nuk kemi përmend. Pastaj vjen një kohë dhe ekziston, pastaj prep kalon në të msheftën e botës tjetër. Kur njeriu e kupton të nderuar vëllezër këtë realitet, thjesht la'allahum yatadhakkarun, vërtet nalen, meditojnë. Çka meditojnë? Të meditojnë dhe të jetojnë me atë që e krijoi këtë univers, me atë që e krijoi këtë planet dhe jeta të nderuar vëllezër. Si thot një poet arab, daqatu qalbin al-mar'i qailatun lahu innal hayata daqa'iqun wa thawani. Thot rrahjet e zemrës të njeriut tregojnë se jeta është disa minuta dhe disa sekonda. Ashtu siç rreh ora e cila është në mur dhe ora që është në dorë, ashtu thot rreh edhe zemra. Dhe kjo simbolizon se jeta është minuta dhe sekonda. Atëherë të nderuar vëllezër, këtë jetë që e kemi thesarin, kapitalin më të shtrenjtë që Allahu subhanahu wa taala na dha. Të mendom mirë ku e investom këtë kapital. Të mendom mirë ku e investom këtë thesar. Ai minut që shkon, nuk po them ajo ditë që shkon, ai minut që shkon nuk kthehet më. Gjithë jemi të kujdesshëm nëse kemi të holla ku ti investojmë dhe i bëm shumë plane, minusat dhe plusat. Mirë po, thjesht një pyetje çdo kush duhet t'ia bajë vetvetes së vet. Kapitalin e jetës, kapitalin në të cilin neve na ka mbet në këtë botë. A mendon mirë ku jemi duke e shpenzu? A mendon mirë ku jemi duke investu? Apo thjesht e kalon me orë të tëra dhe ditë të tëra dhe nëse ndalemi e shohim se asgjë nuk kemi tregu produktivitet, pra asgjë nuk kemi tregu, pra e kemi shpenzu jetën tonë në gjëra të padobishme, në gjëra të cilat nuk kanë qëllime të caktuara për me kënaq Allahun subhanahu wa taala. Pra të nderuar vëllezër, kur ecim me këto ajete, kur Allahu subhanahu wa taala na tregon se gjithë këto e kemi kriju, tokën e kemi rrafshu dhe çdo gjë thot i kemi kriju, të nderuar vëllezër, për një gjatë të caktuar, që njeriu ta bart amanetin me të cilin është pra ngarku, ai është adhurimi Allahut subhanahu wa taala. Nëse i shfrytëzojmë këto të mira që Allahu subhanahu wa taala na ka dhënë, këto kushte që Allahu subhanahu wa taala na plotsoi, këto çdo gjë që Allahu subhanahu wa taala na nështroi, nëse ne këto gjëra i shfrytëzojmë në atë që nuk jemi ngarku, dini të nderuar vëllezër, jo veç dini,
po të jemi të bindur se puna nuk është nuk e kemi punën mirë. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafur.